Leku nuk do të përdoret më. Pas futjes së vendit tonë në Bashkimin Evropian, monedha zyrtare do të jetë euro. Kështu parashikohet në projekt ligjin e ri për Bankën e Shqipërisë, të hedhur për konsultim publik nga Ministria Financave me 15 korrik. Projekt ligji parashikon në nenin 91 se euro do të jetë njërsia monetare e vendit, ndërsa Banka e Shqipërisë do të jetë përgjegjëse për hedhjen në qarkullim dhe tërheqjen e kartmonedhave dhe monedhave euro, në përputhje me rregullat e Bashkimit Evropian dhe të Bankës Qendrore Evropiane. Banka e Shqipërisë do të përcaktojë edhe dizajnin e monedhave metalike euro, të cilat do të emetohen nga Shqipëria, sipas standardeve evropiane. Në nenin 94 parashikohet se si do të mbahet rezerva valutore me futjen e euros si monedhë zyrtare e vendit. Çfarë fshihet pas projekt ligjit të ri të Bankës së Shqipërisë? Përveç futjes së euros, drafti parashikon dhe dispozita që kufizojnë kontrollin apo arrestimin e guvernatorit dhe zëvendës guvernatorëve pa autorizim nga gjykata kushtetuese. Në nenin 72, në pikat 1 dhe 2, thuhet se ndalohet çdo formë arrestimi apo kontrolli personal apo të banesës për guvernatorin e Bankës së Shqipërisë dhe zëvendës guvernatorët pa marrë më parë një autorizim nga gjykata kushtetuese. Gjithashtu parashikohet se nëse gjykata kushtetuese nuk shprehet brenda 2 javësh, kërkesa e prokurorisë konsiderohet e refuzuar. Neni 68, që flet për sekretin profesional dhe konfidencialitetin, përmban një pikë që ka tërhequr vëmendjen. Në pikën 6, thuhet se askush, përfshirë edhe komisionerin për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, nuk mund të detyrojë Bankën e Shqipërisë të publikojë informacion që e quan konfidencial sipas këtij neni. Në relacionin e draftit të hedhur për konsultim publik, thuhet se ky projekt ligj lidhet drejt për drejt me kapitullin 17, politika ekonomike dhe monetare, i cili është pjesë e grup kapitullit 3, konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse. Mbetet të shohim nëse ky projekt ligj do të kalojë në kuvent pa kritika apo debate.